Çka me thonë? Shëndrit, për me të përgjigj shumë sinqert. Unë e di, Zoti e din, familja jam e din, qëllimin për çka kom hyrë në Big Brother. Ka qenë, qëllimi vetëm ka qenë për me fitu çato pare. Kaq. Tani, kur jom dalë prej Big Brother, më ka thonë gruaja, kishe hi 2-3 javë ma heret, edhe me search, me këshyr, epizode ma hershme, kishe ditë ma mirë që, këmë thonë, qëre gru. Me pasion me këshyr, unë të betona që kur një tem nuk isha hinë Big Brother. Sepse, unë e kumë perceptu bashkë që ashtu që ishte ati shëndrit, fatkeqësisht, Big Brother kumë thonë, okej, kështu njohurit përgjithshme general knowledge kam, sepse kam edhe vjetë, më ka raja, më ka generate që kom jetu edhe mirë edhe, do me thonë, kështu, do me thonë, besimtar, kry obligimet e mija, kam kështu ndodhi një që më ka ndodhë që mujë gjithdo ditë ka 5 orë me folë edhe mës me përfundu, 3 muj, për që më thotë mu, 22-3 vjesh, këtë pa birë gajri hak, më shële gojen, mbylle, më shële më stani zonin, mëre plak, mëre, hello, kukumar, nuk mënush me pyet vetën kukumart kur e din që ke hy në reality show Big Brother, që ka me pas të kalgjën djenja jam e bërë sinqer, që kjo është ka këmë thonë une nuk ka me fasu, sepse nuk ku me ndu që qash shpejt kalon, qash personale që dikush të mërshmja që e ku mësu pe i Bigut është që njeri kur ish nga bim ofendo sa dush pupa i te gepet. Edhe që të e kumë pokash njerës. 100%, po. Une kur të vendoj ty, une vetë mos më të folë, s'ki nevoj ti me mu pajtu. Se ti dush më mu personalisht, si karakter mu dush më mpru që une të dëshduki për jetës. E tani që të fundit të jepi për lafe. E përmeni të gjestin, puna i jo ofendimit. Gjesti ka ditë me mu afru shumë afer, unë me reagu shumë keq, edhe më gjysore ma vonë, a i me ardhë edhe me më thonë më falë zotë. Dhe në që unë mi thonë, më falë, a i më karë, më ka thonë më falë. Po, kjo është e vërtit. Loja, whatever, s'po më interesant. Po e në të është, ma bëj ke vullnet e qysh mërë, qka i bone, ki po vjen po të kërkëm falje? Unë vesh po du me ditë kështu, a mundet me cilë deri të dështimi i karierës, Big Brother? Pa tjetër ik me dyteja kjo? Pa tjetër. Qëre njerës që dojnë për jashtit. Këtë varet me qëfar bagajë Pa tjetër për thulla ba? Këtë varet me qëfar bagajë jenë, s'ka faj, po. Jo, une kam edhe një sen, unë më njësa për veti. Po njerës që dushmutut për diçkafit me hija të për karierë. Nëse je qaj që je, unë vetja jem konë, për që ta nuk jem tut. Në gjë vetën, nishin budal më bu, aty unë nuk buna budal. E loavi pse friksohesh ti prej dështimit në karierë nëse jenë Big Brother? Nëse jeni kiti pare tua, bile më që ata qefi u konë me i testu, ajo për një me. Se ti dikush të shka nerva, shkën për në kafe, së rënë më me të dhe një qëllë. Aty në pa qenë shumë që Xuxhi e tha ka hy për me fitu qmimin parët. Karriera e ti ka qenë shumë në nivel. Por, Big Brother është një trampolin që të gjunë në sukses kër ata të stetjanë në fëtë. Kemi raste shumë ta, për shumë dhe kemi Monikën që për njërë përbes ja ka po harin në Bigut. Feedback shumë të mirë ka Big Brother, që asë impakti, qëre, unë kum hy aty prej kamerës, kum hy në Big Brother, do me thonë se emisionin Metropolin që kom Radio Kosovë tashe 21 vjetë, për 15 muj ka qenë edhe në 2 kanale televizive ka shku, përveç në radio, do me thonë RTK1, RTK4. Edhe, por, kur kum dalë jashtë, kur i kum po fëmijë që mu prap më dhemë, se ma mirë fëmija me mjoftë në përmjet diçka tjetër se në përmjet Big Brother. Tani, nuk muj me pa ato me thonë prind, i dojnë me këshu, jo, sepse edhe nëse prindi nuk e len, nuk e shqyqon Big Brother. Nëse aje ka një telefon, e ka diçka, një rjetë social ati kam i dalë, senet edhe kam i ditë. Qasi impakti, Agnesa, fëmija, unë me kalu ka shkolla fillore, jashtë oborit, natyresht, ose shkollat e mesme, gjimnazi, teknika,
Për një marë, probleme ka me kalu për njerëzë, Po që kjo është